21 maj shënon ditën botërore të diversitetit kulturor. Në Shkodër mendohet se jetojnë rreth 3500 pakica malazeze. Kryetari i shoqatës Montenegro, Alban Sekja, tregon mbi bashkëjetesën dhe ndërthurjen e diversitetit kulturor. Janë rreth 3500 që mund të jenë me origjinë malazeze të paktën për deri tani populli malazez me popullin shqiptar kanë pothuajse të njëjtat zakone, njëjta tradita, të njëjtën pothuajse të njëjtën kulturë të tyne. Kjo është një ditë që e forcon edhe më tepër lidhjen e tyne kulturore. Për herë të parë vitin e shkuar u festua Java e Kulturës Malazeze. Këtë vit pritet që pjesë e festimeve të jetë edhe Shkodra. Nëse Java kulturore vitet të tjera e Malezia organizuar tërësisht në Tiranë, vitin e kaluar përmbyllja dita e javës kulturore, përmbylljes së javës kulturore është bën në Shkodër për herë të parë. Mendohet që këto ditë të promovimit me që shumica familjeve me origjinë malazeze, podgoriçane, siç e thojmë, janë në Shkodër, atëherë këto ditë kemi marrë edhe nga Ministria e Kulturës së Malezi që këto ditë do shtihen shumë më gjatë në Shkodër. Dita e diversitetit kulturor është një mundësi për të ndihmuar komunitetet të ngrisin vlerën e diversitetit kulturor dhe të promovojnë jetesën e përbashkët në harmoni.